mi thonë vetit që jam musliman, e që jam, qysh me thonë që jam burr, duhet pak me pas edhe qysh me thonë, me tarë pak gjëna, non e me pas fëmi, me qatë gru, aja është femën e dikujna, edhe mërzitet, edhe familje e qasoj motre, por edhe fëmijët jetima, ku po rritën ata, ku po shkojnë ata fëmi, kështu që është shumë gjëna, shumë është e përpërstrume kjo në këtë fundit që tash pas lutë që po ndodhen të raste në Kosovën tonë të dashur. Inshallah Zoti e përmirëson. Me shpresu që Zoti ka me përmisu dhe ka me ndryshu këtë gjendje tonën, se me të vërtet është shqetësuese. Po, ka me ndryshu me emër të Allahut, veç njëri duhet pak me pas durim me u vëdësu mas pari nga vetja, nga shpirti i ndërgjesës tone që e ki, që burë për shembull që je për me dhon pak kraje, me respektu, që edhe ka ardhë, e ka lënë dikonën vetën, e ka lënë dikonën në familje, e ardhë për shembull u martu me ty, e ti tash pjeshtërën dhunën, ose ka shumë lasin, aja tratën, ja zonë telefoni që ka quni me stash dikush në i famën tjetër, bashkëshorti tina, të shumë rase muj më ardhë dhe të faksisia, e ndami se vrasje, se torturë, se kështu që kjo është mendimi jam, edhe inshallah i lusë të gjithë, të dhe vëllezërit e motrat shqiptare anë në bon ku janë, që femnat duhet të respektohen, që edhe është non, edhe është vajzë, nuse e dikujna, non, gru e dikujna që ka për shembull o martu me ty, e ka bo fëmi, e ku ta tiju, edhe familja saj mërzitet dona, vllaznia sale, du të me ikë belas, larg e ma larg. Bekimu në të falenderoj shumë.